Basa Shabanun e kom po dosjen tuaj dhe realisht ju keni mbojt nëse s'ka bëjnë 11 vitja gjysborg për rastin Pllocca 2 apo? Po. Në thuaj pak a shumë për publikun që ta dim se që që njëftu ti me Nazim Pllocën. Pse bashkë të ju e ire dhe pse bashkë ju akuzoj për? Po nuk ka ardhur Nazim Pllocë asnjëherë te unë. Nazim Pllocën e kam njohur gjatë luftës, e kam parë një herë në Berish. Kam një do lafe shumë të ulta për ta. Nazim Pllocë ka qenë edhe ai ushtori i ushtrisë, njerëzisht i ushtrisë lirimtare. Ai ka vepruar dikon në fshatin Krajmer. Në fshatin Krajmer ka vepruar te një lagje quajtur Pajat e Gjitë. Ka qenë me disa ushtorë që unë i njoh, Gafur Dugullin, Selman Ibriqin, disa ushtorë që s'ka rëndësi me u përmend emrat. Mas luftës e kom takuar Pllocën, kemi bën disa pazare, herë kjerë, një herë një tuk, ashtu e njef, Nazim Pllocën, mjeresht ai që thete ka posë shëk shabasyla janë të pavërteta, se kur shëk se ka posë Nazim Pllocën. Po pse në për intervistat tuaj, realisht në për intervistën që e keni thonë sa keni qenë në Borg, keni thonë që sa ere keni taku dhe më thonë për Borg e keni rrej, a është e vërtet? E vërtet, po kjo është një gjë e ulët, po Nazim Pllocë kish pas luaj pak më shumë me rrej. Pse? Si ndodhe gjithë gjore, sepse unë me sa e posh, edhe lexova një transkript, që do të mësodhet ju para emisionit, e posh që pak a shumë Nazim Pllocë spori ka dosh me fillu me Dugaxhin edhe Dëllinc, mandej ka Ja, do të fillojmë ashtu qysh e di unë, edhe qysh i kam unë shkresat. Po e posh e po. Gjitha shkresat e kam të. Spori ka fillu më ka posë bërç mu. Nazim. Po Nazim Pllocë spori ka fillu shantazhet për Faredin Goshin. Farukun këna. Faredin Goshi me emrin Faruk. Faruk, po. Aty ka shantazhu shumë. Deri që Farukin e ka qu një skomje, një mend, edhe Faruku e ka lajmëru në për policia. E ka lajmëru shumë polici. Që për shamu. A është morë policia më ndaj me ta? Qysh? S'kan guzu më morë me ta. Kjo është kallëzim penal nga Faruk Goshi që i ka bu? Penal. Kallëzim penal. Po. Policia e Republikës Kosovës që kallëzimi penal për juve? Shpletuar në anë. Nuk flas, asë një fjollë nuk du me full pa dokument. Mirë që i ke morë sonte. Kjo është dokument zyrtari i Policisë Republikës Kosovës. Kosovës. Masandej, pas këtyne kejtë të prokurorja Marije Bame, ka shku në policinë e Kosovës, atër SHPK-a, SHPK, Shërbimi Policori Kosovës. Në krime serioze, edhe u shku bashkë dërë për dore me Nazim Pllocën, edhe i kanë këshyrë që të kërcënimet, shantazhet që ja ka bon Faredin Goshit, Farukut. Ku ki dokument, ku je në morë 11 CD. Po për kamerën nëse ki mësi? Kamera veç fokusue, dhe të lonë këtë ty, ku bje. Po për më siguri 11 CD. 10 CD thuhet me përgjim tonik. Dhe ma 11 CD që Pllocë ka shantazhu njerës. Po, 11 CD. Policisë jenë morë të ju. I ka dërzu që ke prokurore Marije Bame? Jo, Marije Bame. U shku i ka morë të polici. So moj ta shëfë cili policë këse, Blerim Dajaku. Ku 11 CD jenë morë, i ka morë sa lustra dhe i ka zhduk. Nuk jem po ma të kërë. Kur që në po, kur asë ke mujtë që prëvë, asë kërku në eqë, edhe herë, talon dhe dokumentin. Po? Që e mene në shkrim policit me këtë zyrtore. Po, është dhe vërtet, përshirë. Pas këtyne, Nazim Pllocë ka shku për Serbi. Si ma gjitha gjosa, momentet sa lustra prokurori e ka qu të Serbi. Dikon në vitin 2007 deri në vitin 2009. Mu personalisht, më ka thirë Pllocë te një personi që ujtë Rysë Roma.
Po unë nuk e kom ditë që unë Serbi. Edhe im shku në Garden, im taku me Romen në Garden e ka thirë Romen, unë e kom bisedu me thonë. Në pajnë fjoli këmë poret, Bërqin. Se Bërqin ka posë. Po, e vërdi. E, ka thonë, dhe të vinë Kosovë, i kam një qip Faro Goshi, Paretin Goshi, dhe të me jesë për Kosovë, a i qysh ka ditë ato? Ka orë në Kosovë, ka orë të isë Roma, jëmë taku në vest, me një kofe në Komaran, që quhet pizzeria Vesti, edhe më ka dhonë atë qip. Nazim Bloca. Nazim Bloca. Ajë qip kështë e qenë i prokurorisë speciale të Hogës, ju të kësoj Hogës të ashtë Teoleksit, pa asoj Hogës Karlët e Pandës. Po, Karlët e Pandës. Edhe e kom morë qipin, e kom shumëzu shpejt, unë s'kom ditë, po ja kom dhonë djembe, kanë shumëzu shpejt, edhe ja kom këthy. Nazim Bloca, me atë qip, ka njësë shantozhin ndaj Paredin Goshit. O shkue të komandant Leoni, Ramez Qerici. Unë nuk e di shaj ka thonë Ramez Qerici, po e di që u shku të Ramez Qerici. Ka shku të Qerqizi Isak Musliu, ashtu si ka dhez. Pas këtyne, ka vazhdu rrugën për Dugazhin. Edhe u kon, unë menoj që u kon, i deri gjumë nga Udba. Sigurisht. U shku zatet si mas transkriptit që kam, edhe si mas një deshmitori që e ka qua atje, u zatet me Daut Haradinajn, me Avdyl Mëshkullajn, edhe aj deputeti që ka posë amin vraj. Rasim Selmone? Rasim Selmone, si mas tyne. Nuk jam më një sigur. Gjithë si pas tyre. E, pas kanë pas bisedu, duke i thonë Dautet që Hashimi ju ka qurë në bërgë, që si palovra të udbës. Me shti Vlarosin dhe me Vlarosin do ka gjenë Drenicë. Si mas transkriptit dhe si mas një dëshmitori, që e transkriptit. Po kësu ka kamerën. Kure pas kanë pathi Ramushin, si mas dëshmitorit, Ramushin pas ka ikë si ka njeri udbës. Do me thonë, nuk i ka dhez ashtu. Ka shku të një grup, jo grup, mas thamë grup, po të një pjesë, të ati pjesës të agrën Qelemonit, Klopit. Edhe atje është mundu të qka me bon me ta, s'ka mujt as atje. Pas këty në kreve,